Në një kohë kur shumë të rinj zgjedhin rrugët moderne dhe teknologjike, ka nga ata të tjerë që zgjedhin të rikthejnë në jetë historinë. Sot do të njihemi me një djalë të ri i cili me duart e tij punon shpata dhe përkrenare të epokës së lavdishme të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Me pasion për kushtimin dhe dashurinë për trashëgiminë tonë kombëtare, ai ringjall simbolika që përfaqësojnë elemente krenarie dhe të identitetit tonë shqiptar. Le të zbulojmë sot së bashku më shumë për rrugtimin dhe artin e tij. Jurgen, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe mirë se erdhi. Atëherë, Jurgen, si lindi ideja për të punuar shpata dhe për krenarin e Skënderbeut? Kjo në fakt nuk është se ka lind, ka qenë për herë preferenca ime. Ka qenë historie ushtarake e mesdheut, europiane. Për herë më ka tërhequr si estetikisht, si në përgjithësi, edhe lexoj shumë për këtë aspektin ushtarak. Dhe kam pasion. Kur e kuptove, në çfarë momenti e kuptove se kjo ishte më shumë se një hobi për ty? E kam kuptuar shumë i vogël, që ku isha 4 vjeç, 5 vjeç, luaja me balë si gjithë fëmijët. Vetëm se unë rria gjithë ditën, nuk rria vetëm 2 orë. Edhe e ke shfaqur talentin ndryshe nga të tjerët. Po. Çfarë ju tërheq, po them më shumë, nga figura e Skënderbeut? Tërheqin shumë gjëra, po më shumë është një figurë e zgjuar. Ka qenë një person shumë i zgjuar, jo vetëm një ushtarak i mirë. Ka qenë një njeri shumë i shkafët, edhe shumë i lexuar. Kjo paraqitet edhe për krenarja e Skënderbeut, tek koka e dhis, tek mbishkërimi aty. Që janë si karakteristika kryesore. Po, lidhen edhe me antikitetin e lashtë. Janë disa elementë që lidhen me mitologjinë. Sa kohë të duhet për realizimin e një përkrenari apo edhe një shpate? Tani unë këtë përkrenar e kam realizuar në fillim në balë. E kam modeluar në balë si skulpturë. Pastaj i kam marrë kallupet edhe kam kaluar në bronz. Gjithë ky proces mua më ka marrë tek 2 muaj. 2 muaj. Nga balë deri në bronz. Dhe më dojnë bashkë pak më afër mikrofonit të flasë, se nuk na... Se këto pjesë t'i presim, e? Po. Çfarë materialesh përdor kryesisht për realizimin dhe përpiqesh që të jesh besnik edhe kundrejt teknikave që janë përdorur më përpara, për shembull gjatë shekullit 15? Tani besnik edhe mund t'i bëj. Kam një projekt në mendje për diçka të madhe, si tip armature, po është projekt që ka shumë shpenzime, sepse punimi i metaleve me krah është i vështirë. Po bronzi është një alternativë e mirë. Edhe më e lirë, se nëse do e boja një kopje eksakte me metal, bakër, larje me arë, është pak shpenzim më i madh dhe është proces më kompleks. Po cila mbetet pjesa më e vështirë, ku t'i has më shumë probleme gjatë punimit? Pjesa më e vështirë është pritja. Për këto gjërat që unë i kam të gatshme si gjëra historike, si për krenari Skënderbeut ose shpata, nuk është se ka në një vështirësi në realizim, se thjesht unë po kopjoj atë që është. Pastaj vështirësia është tek konceptimi i një vepre origjinale që nuk e ka bërë njëri tjetër. Përpara se të historinë tonë? Kanë, nuk është se nuk kanë. Tani unë nuk do jem nga ato njerëzit negativ që thotë ky brezi kështu, ky brezi ashtu. Vetëm se duhet pak më disiplinë për të rinj shqiptar. Edhe të kenë më shumë pasion për historinë e vet. Se shpesh herë i shikoj që jo, po Shqipëria nuk bëhet, jo, po kështu, jo, po ashtu, po e kemi vetë në dorë të ardhmen edhe që ta respektojnë kaluarën tonë.
Pra cili është mesazhi kryesor që ti do doje të përcjellje tek shoqëria nëpërmjet punës tënde? Që mos bijem në atë vorbullën aktuale të kapitalizmit, globalizmit. Ne jemi shqiptarë, jemi ka popujt më të veçantë, më unik në botë. Edhe duhet ta kemi për nder këtë, edhe duhet ta ruajmë të identitet të veçantë që kemi. Ju e përmendët në fakt ishte një ajo që kishe kështu si pjesë të ëndrrës Për armaturën. armaturën. Po. Ju e përmendët në fillim pjesën e armaturës, por unë do thoja që a keni ju një ëndër që në një ëndër për të ardhmen për shembull një ekspozitë tuaj, një bashkëpunim ndërkombëtar, një muze? Po ajo është normale për çdo artist. Unë më shumë dua që arti im të reflektoj kulturën shqiptare në një rrymë moderne. Duaj që këto element antik, se kam edhe disa përkrenare tjera ilire që i kam ndërthur me një frymë moderne, elemente, detaje antike, edhe duaj që të njihem për atë. Ju si individ nga kjo punë, a rini që të nxirrni të fitoni mbi nevojat vetjake të juaja? Po, në fakt, pjesa e reklamimit ndihmon, kur reklamon punë, sidomos në bronz. Unë nuk kam, që u kam filluar të shes punët e mia në bronz, ose edhe materiale tjera, gjithsesi. Nuk kam pas nevojë të bëj ndonjë punë dytë. Thjesht merrem me këtë, kam edhe kohë të studioj, se shumicën e kohës unë e kaloj në shkollë dhe du ta mbaroj sa më mirë, me notat sa më të mira. Po si menaxhon këtë pjesën e kohës? Paradite në mësim, pas dite vjen për kushtohesh apo? Paradite mësim, ndonjëherë ku lotem edhe nuk kam nerva të merrem me punë të shkollës, se jemi pak më të lirshëm. Bëj ndonjë punë tjetër, se thjesht çlodhem. Po arrit ta menaxhoj. Nuk është ndonjë kështu disiplinë e madhe, po thjesht mundohem që të jem pak të mbaroj punën, kupto? Jurgen, edhe ne të urojmë suksese në të ardhmen, edhe shpresoj që puna jote të frymëzojë edhe brezat e rinj, jo vetëm për historinë, por qoftë edhe për dëshirat që ato i mbartin. Po, faleminderit.